Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Edi Rama. Shumë të nderuar miqtë dhe vëllezër kryeministra të Kosovës dhe Turqisë, shumë të dashur vëllezër, dashura motra, dashur qytetare të Prizrenit, të këtij simboli të Ballkanit, të sdjeshmes, sotmes dhe të nesërmes. Çok değerli Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Kosova Cumhuriyeti Başbakanı, Prizren Belediye Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, çok değerli Prizren halkı. Zona ku ndodhej hoteli, ku qëndrova herën e fundit në Stamboll, quhet Ortaköy. İstanbul'da en son konakladığım otelin bulunduğu bölge ismi Ortaköy. Ortaköy që në Shqip do të thotë fshat I mesëm. Arnavutça'da da Ortaköy, orta bir köy, yani köyün ortası manasına gelmektedir. Dhe më treguan që një libër I njohur në turqisht fliste për fshatin e mesëm që u quajt kështu si lagja në mes për shkak të shqiptarëve që mbronin Sultanin Abdulhamit I cili rinte në Yıldız Saray. Çok meşhur bir kitap varmış Türkiye'de, onu öğrendim. Orada Ortaköy dedikleri orta bir yerleşim yeriymiş. O yerde de yaşayan Arnavutlar varmış. O Arnavutlar da Abdülhamid'i korumalarıymış. Fshati I mesëm, Ortaköy, është mes Arnavutköy, Shqip, fshati shqiptar, ku ishin vendbanimet e ushtarëve dhe Pallatit Mbretëror Yıldız Saray. Ortaköy'ün çok uzağında olmayan başka bir yerleşim yeri de Arnavutköy. Arnavutköy'de de Yıldız Sarayı'nın korumadan sorumlu Arnavut askerlerin yaşadığı bir bölge olduğu için Arnavutköy denmiş olduğunu öğrenmiş oldum. Në qendër të vet, Ortaköy bashkon në një hapësirë ecje rreth 5 minuta, një xhami të shekullit 19, një sinagogë historike dhe një kishë po ashtu me histori shumë të hershme. Ortaköy'den yürüme mesafesinde çok uzak olmayan bir tur olarak attığımda yakınında hemen 5 dakika mesafede bir cami, arasında bir 2 dakika sonra bir sinagog, ondan 5 dakika sonrasında bir kiliseye rastlamış oldum. Dhe ndërthurja e këtyre relikeve të çmuara të kulturave dhe të besimeve të ndryshme në një hapësirë shumë të vogël, por të ruajtur me aq kujdes, të kujton Prizrenin. O şekilde onu gördüğümde de, o yerleşim yerlerini gördüğümde orada hem dinsel arası diyaloğun, halklar arasındaki anlayışın bir benzerini de hep Prizren'de gördüğümü söylemek istiyorum. Ky është qyteti ku kultura dhe besimet janë jo vetëm në harmoni shpirtërisht, por dhe ku objektet e kultit janë shumë pranë dhe në harmoni fizikisht. Prizren'de de hep şahit olduğumuz şey hem halklar arasındaki anlayışı, hem dinler arasında, hem kiliseler, hem camilerin birbirine yakın olarak faaliyet gösterdiklerini görmüş oldum her zaman. Prizreni qëndron bashk I pandar dhe I pandashëm njësoj si Kosova që qëndron bashk e pandar dhe e pandashme. Prizren de aslında Kosova'nın da birliğini temsil eden bir şehir olarak tanıyorum. Qëndron bashk si një pasuri që pikërisht pse është kështu me objekte dhe kultura që jetojnë në harmoni përbën një vlerë që e bën Prizrenin një nga pasuritë më të çmuara të historisë dhe të ardhmes Ballkanit. Bunu gözlemlerken buradaki uyum, yaşamlardaki diğer milletlerin arasındaki anlayış aslında dünyada da bir örnek teşkil etmesi gerektiğini, sadece Kosova'da değil. Dhe besoj se nuk ka sfond më të bukur se sa historia e këtij qyteti dhe nuk ka vend më të bukur se sa sheshi I këtij qyteti për të qenë së bashku si përfaqësues të Kosovës
të Turqisë dhe të Shqipërisë si tre kryeministra të tre vendeve ku dy popuj vëllezër mundohen ndërtojnë së bashku ardhmërinë e tyre. Prizren'de de şunu görmüşüm, iki halkın birlikteliğini inşa etmeye çalıştığı bu kadar güzel bir şehirde, Balkanların en güzel şehrinden birinde 3 başbakanın bir arada gelmesi de ayrıyeten önemli bir konu, önemli bir değer taşımaktadır. Dhe unë besoj që edhe mikpritja e jashtëzakonshme që qyteti i ofroi mikut dhe vllait ton të shtrenjtë kryeministrit Erdogan është shprehje e të shkuarës, e të sotmes dhe të nesërmes së një miqësie që vetëm mund të forcohet. Bu şeye şahit oldum. Böyle güzel bir karşılamaya, misafirperverliğe şahit oldum. Bu Prizren halkının misafirimiz Sayın Başbakan Erdoğan'a gösterdiği bu misafirperverlik hem geçmişi hem şu andaki zamanı, geleceği de temsil etmektedir. Dhe më e bukur e të shkuarës e historisë me emrin Ortakëy është se ata ushtarët që ndaleshin për të pushuar në Ortakëy, ndërsa kalonin nga vendbanimi Arnautkëy për vendin e punës Yıldız Saray, ata vinin nga Prizreni. Ve geçmişi temsil etme noktası da o kitapta okuduğum Arnavutköy'den yola çıkarak Yıldız Sarayı'nı korumaya giden askerlerin Ortaköy'de dinlendiklerini öğrenmiş oldum orada. Kjo nuk do të thotë që Prizrenasit bën Ortakëyn apo që larmishmëria e Ortakëyt bëri Prizrenin, sepse qoftë Ortakëy, qoftë Prizreni janë dy realitete shumë më të vjetra se kjo histori. Fakat bu tarihte tabii ki sadece Prizren'le Ortaköy değil. Bunlar da çok eski bir hatıra olarak anılsa bile Balkanlardan çok daha eski anılar da vardır. Por kjo mbase do të thotë që Prizrenasit e zgjedhin bukur rrugën ku kalojnë, që s'mund tjetë tjetër përveç se rruga e mirë kuptimit në emër të miqësisë së të shkuarës dhe të ardhmes së fëmijëve tyre. Burada tabii ki Prizrenlilerin bu konudaki seçimlerini, yani Arnavutköy'den Ortaköy'e gitmeleri, o yolu seçerek deniz kenarında dinlenmeleri Prizrenlilerin ne kadar doğru yolu seçtiklerini ifade etmiştir benim için. Prandaj, më lejoni t'ju them me gjithë zemër që ndjehem jashtëzakonisht i nderuar që jam këtu sot në krah të dy miqve shumë të shtrenjtë, kryeministrit Erdogan dhe kryeministrit Thaçi, dhe njëkohësisht ndihemi privilegjuar që ju më dhat mundësinë të flas përpara jush dhe që më duruat me kaq shumë dashamirësi. Faleminderit dhe Zoti Bekov Prizrenin, Zoti Bekov Kosovën.